pse mos eci dhe unë si gjithë të tjerët. Kjo është thirrja e Artemisa Sulës, vajzës 30 vjeçare nga Cerriku, të cilën fati e ka sfiduar që në vegjëli, duke kaluar një kalvar të gjatë vuajtjesh si pasojë e sëmundjeve të rënda. Ende pa mbushur 3 vjeçe, Artemisa u përball me sëmundje të njëpasnjëshme, vizita të panumërta mjekësore, trajtime të gjata që i vështirësonin përditshmërinë. Megjithatë, ajo nuk u dorëzua asnjëherë, ndoqi hap pas hapi shkollimin deri në klasën e 12, por për shkak të kushteve dhe vështirësive, ëndra për të vijuar edhe më tej mbeti në sirtar, pasi u diagnostikua me një sëmundje të pashërueshme që i pamundësoi ecjen. Nëna e Artemisës, Myrvete Sula, thot se kjo sëmundje nuk trajtohet në Shqipëri, ndërsa trajtimin jashtë vendit nuk e përballojnë dot. Kam një 5 muaj të fundit që ngelem nëpër spitale. Dhe është diagnostikuar me një sëmundje autoimune shumë theksuar, licenci sklerozës vulvare. Kjo sëmundje, mbas analizave që janë bërë në Elbasan dhe në Tiranë, nuk kurohet në Shqipëri. Prandaj i kërkoj ndihmë gjithëve për të maquar vajzën jashtë shtetit, se specialistat dhe në Elbasan dhe në Tiranë që më thanë që kjo sëmundje kurohet, nuk shërohet, pa kurohet, kontrollohet. Doktorat që e kanë zbuluar këtë sëmundje e dinë dhe në botë. Një seancë, një mujore në një spital privat kushtonte 15.000 euro pa operacionet e para, se ishin 2 operacione, pastaj fillonte seanca. Pa llogaritur shpenzimet e rrugës, shoqërusin, ilaçet që nuk ka Shqipëri, do t'i sigurojnë spitali ilaçet, se kështu na thanë në Tiranë. Nuk e dim si do veprohet. Kurse kushtet e tjera ekonomike nuk i kemi, vetëm me ndihmë sociale, ndihmën e burrit dhe vajzës. Prindërit e Artemisës thonë se jetojnë me ndihmë ekonomike, ndërsa drejtojnë apel për ndihmë. Ajo nuk kurohet dot këtu në Shqipëri, siç e tha dhe bashkëshortja, është sëmundje e rëndë. Ne kërkojmë nga shteti që gocën ta kuroj paktën edhe jashtë, se unë s'kam ndihmë me fjalën financiare. Kemi marrë kredire, kemi marrë çdo gjë. Unë marr 100.000 lekë në muaj të vjetra, aq merr dhe goca se kam bërë një bypass, kam vënë valvul. Kërkoj ndihmë sa të mundin, kush na ndihmoj. Bëf mrekulli Zoti edhe çdo njeri që do na ndihmoj. Po u dha mundësia, i kërkoj gjithë ndihmë shqiptarëve, që vajza ime të ngrihet nga karroca, të ecin vetë siç ecën gjithmonë si gjithë shoqet. Me shpresën që të ringrihet sërish më këmbë, Artemisa Sula beson se dora e solidaritetit do të shtrihet drejt saj për t'i rikthyer sërish buzëqeshjen. Jam e diagnostikuar me sëmundjen licenc sklerozës dhe kërkoj ndihmë nga gjithë shqiptarët që të më ndihmojnë, që të kurohem edhe unë të marr mjekimin e dur, sepse nuk kam mundësi ekonomike dhe më kanë thënë që mund të kurohem jashtë shtetit, edhe nuk kam mundësi.